Kryqëzimi i Savrës në autostradën Lushnjë-Fier vazhdon të shkaktojë aksidente. Mesditën e sotme rreth orës 14 në një aksident janë përfshirë 2 automjete dhe kanë vetur të lënduar 3 shtetas, të cilët me urgjencë janë transportuar drejt spitalit të Lushnjës, ku po marrin ndihmën mjekësore. Në aksident janë përfshirë një mjet tip Peugeot me targa AA 974 MC dhe një mjet tip Volkswagen Golf me targa AB 473 HP, i cili në tentativë parakalimi ka humbur kontrollin dhe ka përfunduar në mes të trafikndarësve të hekurta. Uniformat blu në vendngjarje po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti, i cili pason disa aksidente të tjera edhe me humbje jete. Fatmirësisht, sot nuk pati fatalitete, por vetëm të lënduar jashtë rrezikut për jetën. Ky kryqëzim është dhe do të mbetet një njollë e zezë në autostradën Lushnjë-Fier, pasi mungon nënkalimi ose mbikalimi i mjeteve dhe drejtuesve shpeshherë mbetet të përcaktojnë vetë përparësinë e lëvizjes.